Republika e Kosovës është e përkushtuar të avancojë arkitekturën e saj të emergjencave civile, duke investuar në kapacitete logjistike, teknologji moderne, ngritje të kapaciteteve profesionale dhe forcim të bashkëpunimit ndërinstitucional. Si qeveri jemi të përkushtuar të forcojmë koordinimin ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal, sepse reagimi efektiv ndaj fatkeqësive fillon nga komuniteti, pra nga qytetarët. Kjo qasje integruar forcon bashkëpunimin ndërinstitucional dhe shtrin mbështetjen nga njohja e rrezikut deri te gatishmëria e plot operacionale. Këto iniciativa strategjike po japin një kontribut të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve të Republikës Kosovës në menaxhimin e rrezikut dhe përballimin e fatkeqësive. Të nderuar të pranishëm, gatishmëria kombëtare përbën themelin e sigurisë së çdo shteti. Është një politikë që prek drejt për drejt mirëqenien, sigurinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Është investim në mbrojtjen e jetëve, mjedisit, ekonomisë dhe të ardhmes sonë. Republika e Kosovës është e përkushtuar të ndërtojë një sistem të qëndrueshëm. Shënoj një hap të madh përpara në modernizimin dhe harmonizimin e sistemeve tona me standardet evropiane, si dhe në përmirësimin e menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë. Përmes këtyre projekteve po avancojmë në rritjen e kapaciteteve profesionale të institucioneve në nivel qendror dhe lokal, në përmirësimin e planifikimit, koordinimit dhe harmonizimit me standardet EBS dhe mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, si dhe në modernizimin e sistemeve të paralajmërimit. Këto projekte janë teje të rëndësishme për vendin tonë, duke na mundësuar jo vetëm rritje të njohurive, por edhe ndërtimin e praktikave më të mira, të aplikueshme dhe të qëndrueshme në terren.